Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku zbulon sekretin si t'i thoni lam të mirë dhimbjeve të kockave. Ja receta. Në Shqipëri hitrat janë shumë të përdorura si në gatime, ashtu edhe në trajtime natyrale për shumë sëmundje të ndryshme. Sipas ekspertëve, kjo bimë është e përdorur prej shekuj edhe për të kuruar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara nga poleni dhe pluri. Hitra, fal vlerave diuretike, është shumë e përdorur edhe për trajtimin e problemeve me veshkat dhe infeksionet urinare. Lëngu i tyre është perfekt edhe për të larguar lëngjet e tepërta nga organizmi, që prodhohen duke lehtësuar kështu funksionin e zemrës dhe qarkullimin e gjakut. Por së fundmi, një studim i kryer nga Universiteti i Plymouth doli në përfundimin se hitra mund të përdorej për trajtimin e artritit, dhe persona të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hitra të shtypura, dhimbjet e kockave qetësoheshin. Gjithashtu, ata vunë re se dhimbja ishte më e paktë përgjatë një trajtimi një javor. Përse funksionon kundër dhimbjeve të artritit? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, dhimbjet e personave që vuanin nga artriti qetësoheshin në sajt të përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe të histaminës. Këto dy substanca gjithashtu janë neurotransmitorë të cilët dërgojnë sinjalet e dhimbjes. Nga ana tjetër, kur hitrat konsumoheshin në formën e lëngut të shtrydhur apo të çajit, u vure se arrinte të paksonte acidin urik. Ky acid prodhohet kur organizmi juaj tret proteinat dhe ai akumulohet më pas në nyje dhe në kocka, duke shkaktuar kështu inflamacion dhe njëkohësisht dhimbje. Si ta konsumoni hitrën për të trajtuar dhimbje që shkakton artriti? Metoda e parë e trajtimit është që ju të aplikoni hitrën direkt në zonën ku keni dhimbje më të forta, një pas me gjethe të shtypura hitre. Pra mjafton që ta shtypni në mikser gjethet e njoma të hitrës me pak vaj ulliri dhe më pas të lyeni zonën ku ju keni dhimbje. Mbajeni për rreth 5 deri në 10 minuta dhe pastaj pastrojeni me një letër dhe shpëlajeni mirë. Nëse nuk e duroni do të djegjen karakteristike të hitrave apo shikoni që lëkura juaj ka reaguar keq ndaj trajtimit, mund të provoni metoda të tjera të reja. Si për shembull, mjafton që të pini një lugë gjelle me lëng hitre të njomë 3 herë në ditë për 15 ditë dhe menjëherë ju do të vëreni ndryshimin. Gjithashtu edhe çaji i përgatitur nga hitra si të njoma, po ashtu edhe të thata ka aftësi qetësuese të dhimbjeve, të cilat janë të shkaktuara pikërisht nga artriti. Konsumojeni këtë çaj nga një filxhan të paktën 3 herë në ditë, por edhe nëse ju nuk vuani nga artriti, e mira është që ta përfshini në regjimin tuaj ushqimor hitrën, sepse ajo ka vlera fantastike për shëndetin. Si për shembull, hitra përmban flavonoid, vitaminë A dhe enzima antiinflamatore të cilat shërbejnë në mirëqenien e organizmit. Këtu ne do t'ju tregojmë recete natyrale kundër dhimbjeve të gjurit. Me kalimin e kohës, trupi i njeriut humbet forcën e vetë dhe njëkohësisht ai bëhet edhe më i brisht. Kyçet preken më lehtë nga frakturat për shkak të vështirësive në lëvizje. Piktakimi i kockave përbëhet nga ligamente, tendina dhe kapilar të cilët veshin edhe muskujt tuaj. Ndërkohë, nga ana tjetër, gjuri në veçanti përballet me shumë stres, sepse mundëson jo vetëm lëvizjen e pjesës së poshtme të trupit, por mban edhe pjesën e sipërme. Kupa e gjurit është ajo e cila ka nevojë për lubrifikim të vazhdueshëm, në të kundërt preket edhe nga inflamacioni. Dhimbjet po ashtu janë të forta dhe kryesisht ato shkaktohen nga artriti, reumatizma, lëndimet, sëmundjet imunitare, infeksionet, akumulimi i acidit urik e të tjerë.
Për fat të mirë ka shumë receta natyrale kundër inflamacionit dhe dëmtimeve të ligamenteve të gjurit. Kura e cila funksionon është të përdorur prej shekuj, sidomos kundër dhimbjeve, pasi speci djegës mbetet një nga produktet më të veçanta të kësaj recete. Ai përmban kapsaicin që bllokon prej shekuj transmetuesit e dhimbjes në rrugën e tyre drejt trurit. Nëpërmjet lëkurës, kapsaicina ndalon fibrat e nervave të ndjejnë dhimbje dhe ta transmetojnë atë. Kapsaicina gjithashtu parandalon edhe shpërndarjen e dhimbjes në zona të tjera. Uthulla e mollës. Sipas të dhënave, uthulla e mollës gjithashtu futet në lëkurë dhe shpërbën kristalet e acidit të cilat formohen në kyçe. Acidi acetik zbut dhimbjet e tendinave dhe të inflamacionit. Po ashtu, për më tepër, uthulla përmban shumë minerale si kalciumi, magnezi, kaliumi dhe fosfori. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit është mjaft i dobishëm edhe kundër inflamacionit, madje ai shërben edhe si një vaj bartës i shkëlqyer. Xhenxhefili. Studimet kanë treguar se aplikimi në lëkurë i xhenxhefilit zbut dhimbjet e osteoartritit brenda një jave. Xhenxhefili nuk ka natyrë agresive dhe ka aftësinë që të vënojë, madje dhe të shmangë përdorimin e trajtimeve më të vështira mjekësore. Për këtë arsye, kjo recetë pakson inflamacionin dhe njëkohësisht zbut dhimbjen. Kjo pastë bëhet duke përzier vaj ulliri, uthull, xhenxhefil dhe njëkohësisht spec djegës. Kjo recetë ul inflamacionin dhe e gjitha çfarë ju duhen janë 2 lugë gjelle me spec djegës pluhur, një gotë me uthull molle ose gjysmë gote me vaj ulliri ekstra të pastër dhe të ngrohur. Si uthulla ashtu edhe vaj bëjnë të njëjtin efekt, ndaj ju mund të zgjidhni sipas mundësive. Një copë e vogël xhenxhefili të grirë holl. Përgatitja. Përzieni uthullën ose vajin e ullirit me specin djegës dhe xhenxhefilin e grirë. Përzieni mirë derisa të formohet një pastë e mirëfillt. Vendoseni atë në zonën e dhimbjes 2 herë në ditë dhe mbajeni për 20 minuta. Më pas, thajini zonën me peshqir. Pjesën e mbetur të pastës mund ta ruani në frigorifer, por përpara çdo aplikimi, përzieni edhe një herë. Ne ju rekomandojmë që dhimbjet e kyçeve, të gjurit dhe të kockave të mos i neglizhoni, por shpeshherë të kryeni edhe kontrolle mjekësore. Ndërkohë, piperi i kuq shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe ëndjen. Juve ju duhen 2 lugë piperi i kuq dhe 1 lugë vaj ulliri. Përzieni përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë 2 herë në ditë për një javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë të fuqishme, anti-inflamatore dhe në mënyrë efikase trajton dhimbjet e gjurit. Mjafton ta ngrohni për 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni në gjuhë duke e masazhuar atë sa më lehtë me duar, e lini të veprojë disa orë dhe më pas shpëlajini. Përsëriteni këtë gjë të paktën 2 herë në ditë. Më parë ju duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo recetë që ju vendosni të aplikoni. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.